Unë shpresoj shumë tek kjo skuadër. Sot është dita pare e stërvitjes, normalisht nuk mund them se është kompletu gjithë ekipi. Them se gati 70-80% e ekipit është formatu. Dhe unë si trajner jam shumë i kënaqur me grupin dhe me lojtarët e afruar, po ashtu edhe me lojtarët të cilët kanë rinovuar kontratat dhe janë pjesë e bestidhjes. Besoj se bestidhja kupton shumë mirë vendin ku ndodhet tani, pra jemi në kategorinë e parë, por mendoj se kemi hi me një objektiv të qartë dhe duhet ta theksoj pa fillu sezoni. Objektivi jonë i qartë është që të kalojmë në kategorinë superiore, pra të kapim Superligën. Kam thënë që vjet, pra bestidhja është një skuadër e cila nuk meriton të jetë aty ku ishte. Tani jemi në një kategori të parë ku është një sfidë e jona, por jo vetëm e jona, është një sfidë për gjithë qytetin, është për të gjithë klubin. Mendojmë si të ecim përpara dhe dita ditës të krijojmë një ansambël të mirë dhe të kemi një ekip i cili gjatë fazës përgatitore të na jap frytet dhe të bëhet një skuadër ku të konkurrojë drejtësisht për arritjen e objektivit. Thash kemi bash 80% të skuadrës, por mund të kemi edhe 2-3 afrime cilësore ku ato duhet të kenë peshë në skuadër dhe për atë jemi nxitur, kështu që mendoj se jemi në rrugën e duhur. Do vazhdojmë këtu me stërvitjet për 3 javë. Pastaj pas 3 javë do shkojmë diku jemi në kontakte, pra kemi 2 vende të cilat jemi duke trajtuar. Është një problem i cili nuk varet nga ne, ndeshjet miqësore, sepse kampionati i ne fillon pak me vonesë dhe duhet të zgjedhim një vend ku të kemi ndeshje miqësore sepse të na shërbejnë më së miri për koladimin e skuadrës dhe kjo është ajo dilema e cila kemi akoma pa vendosur qytetin ose shtetin ku do të shkojmë për me bë fazën përgatitore.